Jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking, do të vëmë diskutojmë për zhvillimet politike. Përpara publicitetit, avokat Ibraj po ndiqin më fakt edhe qëndrimin e zotit Hasani, sa i përket asaj që pritet të ndodhë qëndrimit të Partisë Socialiste në 12 mars, në lidhje me kërkesën e SPAK për heqjen ose jo të imunitetit të zonjës Balluku. Do të ketë një reagim të fortë ndërkombëtar të zotit Hasani në raport me Ramën, me qeverin, sepse tashmë Partia Socialiste ka 83 mandate dhe opozita nuk mund të marrë asnjë vendim në kuvend, kështu që gjithçka topi është në fushën e Ramës. Si mendoni ju, do të ketë një kosto për Ramën nëse sfidon SPAK-un duke mos e hequr imunitetin e Ballukut? Ja do ta zhvillojmë logjikën. Një diçka duhet ta dimë. Askush nuk e beson integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian varet gjithçka nga çështja e zonjës Balluku. Absolutisht nuk ka varësi. Sepse është një proces penal i filluar nga prokuroria e posaçme dhe që do mbarohet nga prokuroria e posaçme në një vendim gjykate. Pra, nuk është mbrojtje, po themi mbrojtje është nëse nuk do kishte filluar një procedim penal, Partia Socialiste do ishte bërë një, po themi një buroj e tepruar për sa i përket zonjës Balluku, po zonja Balluku tashmë është një procedim penal i cili shumë shpejt do shohim hetimet, do shohim edhe dëgimin që është në gjyq dhe pastaj edhe vendimin. Pra nuk varet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nga Belinda Balluku. Jo integrim. Po pra, ashtu e tha Hasani. Një standard që Shqipëria ka synuar të arrijë përmes të drejtësisë së re, e cila ka në fokus ajo që ne po diskutojmë subjektet e posaçme, që janë njerëzit e veshur me pushtet politik. Dakor, atëherë bëjmë kundërpyetjen. Më thuaj një rast muti, në 35 vite demokraci, para reformës drejtësisë dhe para krijimit të SPAK-ut, që një zëvendëskryeministër është marrë i pandehur, një ministër ka vajtë në burg, asnjë. Kjo reform, dhe krijimi i prokurorisë posaçme, e kemi thënë dhe stërthën 100 herë, është krijuar për korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe për krimin e organizuar. Nuk merret me rojet. Nëse imuniteti është pengesë për vazhdimsinë e punës së SPAK në raport me këtë dosje, edhe kur prokurorët e posaçëm thonë që janë intimiduar dëshmitarët, është bërë përpjekje për helim të provave? Po pra, këtë duhet të thënë, nuk është fare pengesë, nuk e pengon asgjë prokuroria e posaçme që të hetojë pavarësisht ka imunitet apo s'ka imunitet. Këtë jemi të qartë, sepse do jetë gjykata në fund që do vendos shkalla e parë dhe apelin dhe në momentin që nëse ajo shpallet fajtore për vepra penale për cilën atribon prokuroria e posaçme, me venim të apelit posaçëm, ajo shkon në burg, nëse shpallet fajtore ose dënohet në burg. Se nuk e dim, sepse duhet ta paraqyjoj çështjen. Pra, nuk ka asnjë pengesë, sepse ligji e thotë në momentin që venimi merr formë prerë, le të kesh mandat, le të kesh imunitet, do shkosh në burg. Pra, të jemi të qartë. Te kjo pjesë nuk e pengon pjesën e integrimit Belinda Balluku. Ne kemi njësër tjera gjëra që na pengojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Siguria ushqimore, rendi, e tjera kemi plot. Zbatimi i ligjit, prona që është kryesorja, që ne kemi folur për bazën. Baza e një shteti është prona. Ne kemi probleme pafund me pronat. Ne këtë nuk e themi. Pra, ne harxojmë 3 muaj energji për Belinda Ballukun dhe nuk kemi dëgjuar që të çohet një grup juristësh duke filluar nga unë, nga Redi që e kemi ngritur zënin ndonjëherë, s'po themi, por ne duhet ditë për ditë dhe natë për natë që diskutojmë për problemet e çështjeve të prona në Shqipëri. Ku njerëz po vriten, ku njerëz po jo merret prona, ku njerëz nuk ka kapital pa pronë. Dhe është baza, ABC-ja si do shkosh në Bashkimin Evropian ti pa me këto probleme që kemi me çështjen e pronësisë. Po pse Belinda Balluku funksionimi i shtetit ligjor, funksionimi i drejtësisë janë baza e çdo perspektive. Po, edhe prona pra është e lidhur me këtë. Në Bashkimin Evropian. Në një vend ku qytetarët nuk janë të barabartë para ligjit, si do të shkojnë Shqipëria në Bashkimin Evropian, si do të ketë Shqipëria një vend të barabartë me shtetet si Franca, Gjermania, apo Spanja, apo Italia, si mund të perceptohet. Atëherë avokat, me ndjek pak lutem, unë po them që kjo prokurorie e posaçme, kjo gjykate e posaçme është krijuar posaçërisht që këta të jenë barabartë para ligjit dhe prokuroria dhe ligjit merret me këta persona që kanë rangje të larta publike. Unë këtë po them. Pra, nuk është rasti i parë. Kemi zëvendëskryeministrin Arben Hameta në Arati me një sër veprash penale me Kurriz. Kemi ministra në burg. Kemi ministra që kanë vuajtur burg. Kemi kryetarin e Bashkisë Tiranës në burg. Kemi një sër personalitete shtira të larta të shtetit në burg. Pra, nuk është... Se duhet të prishet standardi dhe postur deri tani, është drejt apo jo, e diskutojmë, edhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Veriut na i ka evidentuar si problem përdorimin e zëruar të paraburgimit. Po pse në këtë rast, në raport me eksponentët, po trajtohet në një standard ndryshe, me eksponentët e tjerë të mëparshëm? Fal, cili rast ka qenë që përdorur dy standarde? Ai që të tjerët janë pas hekur. Po cili ka pas imunitet? Ore nuk ka pas imunitet. Se ky është standardi i Shqipërisë. Ore Ilir Beqa nuk ka pas imunitet. S'ka qenë deputet fare.
Elen Velia nuk përfshihet te deputetët e parlamentit. Por i krahasimet e emrave. Ilir Meta nuk ka pas imunitet. Pra, ju sollët një shenjë krahasimore, por pjesa më e madhe e tyre kanë shkuar si ish në dyert e SPAK dhe gjykatës së posaçme. Këtë e thamë që në krye të herës. E çfarë do thotë kjo? Nuk kanë pasur një mbështetje nuk kanë qenë pjesë e kabinetit, ndoshta dhe jo ministri. Nuk funksionon kështu. Ne duam me patje, nuk funksionon kështu, nuk është mandati i deputetit, atëherë le ta dorëzojnë gjithë zyrtarët e lartë imunitetin që ju siguron vendi pozita që kanë. Me ndjek pak. Ne duam ndëgjoj pak lutem, ne duam që ne duam me patjetër që të jetë detyrë që të arrestohet. Pra, e kemi atë në psikozën tonë që po, ne duam që kryeministit merret e pranga nga zyra dhe çojmë në parapurkim. Avokat të mos merret, por pse të mos shkojnë të gjithë si të barabartë përpara drejtësisë? Po gjithë kanë shkuar barabartë, po cili nuk ka vajti barabartë? Imuniteti nuk të bën barabartë me të tjerët, të bën gjithë të tjerët. Më thuaj një rast, cili nuk ka vajti barabartë? Një rast, më thoni, mund që s'ka vajti barabartë. Konkret, duhet hiqet imuniteti apo jo? Ore, dakord, mund për tjetë për mua, po. Tjetë për mua, si person, unë them që Belinda Balluku ta kishte lënë vetë imunitetin. Partia Socialiste nuk e vendos, sepse do të vendosë një standard që prokuria posaçme të hetoj, ta çojë që është në gjyq, të dënohet dhe të shkojnë në burg. Këtë standard do të vendosë Partia Socialiste. Pra, është ndryshim si gjykojnë unë dhe si gjykon grupi parlamentari i PS-s. Ka diferenca në gjykimet. Shiko, me thoj një rast, më thoj një rast. Po një minutë ana, një minutë, po le, se nuk e njeh doktorë si funksionon këto. Që nga rasti Balluku tashmë do të ketë një standard tjetër, një qasje tjetër. Po zero standard. Belinda Balluku është një person i marrur në hetim ose ka statusin e pandehur sot që flasim. Pra nuk është një person që nuk është atribuar vepër penale. Çfarë standardit ka këtu? Standard do ishte nëse ajo nuk do merre e pandehur. Po jo është merre e pandehur, më do të përshkruajnë hetime prap, pavarësisht rrugës ligjore që po ndjek SPAK-u me parlamentin. Kjo nuk e pengon prokurin e posaçme që të hetojë të marrë rekomandacion, dhe të hetojë për vepra të tjera nëse ka. Ramaj. Unë e shoh ndryshe pjesën e qoftë imunitetit zonës Balluku, qoftë mënyrës se si qaset Partia Socialiste këtij rasti. Por nuk është vetëm ky rast. Pra, te zonja Balluku, kryeministri ka shpërthyer ndaj drejtësisë, po ai e ka pritur keq dhe ka bërë gjithë përpjekjet maksimale edhe ke rasti i zotit Velie, dhe te rastet tjera të cilët janë dukur problematike. Ka deklaruar që për zotin Beqej që nuk ka hajdut 2 metra, pra duke dhënë komente të drejt për drejta mbi një ish funksionarin e tij ose funksionarin e tij i cili po akuzohet. Ja, redi veç sa i vogël. Ka thënë për veten e tij që nuk ka hajdut 2 metra, jo për Beqen. E kishte për Beqen, tash është 2 metra, është 2 metra Beqen, ne nuk e dim, po ti jemi të saktë. Ai ka thënë për veten e tij që hajdut 2 metra nuk ka. Po ka hajdut 2 metra, ka edhe 2 metra më shumë, ka edhe në 2 metra. Hajdut ka plot. Edhe si për vete, si për zotin Beqaj, prap është intimidimi i drejtësisë në të njëjtin rast. Por nuk ka rëndësi, kjo është një gjë dytësore. Çështja është që kryeministri është ky kryeministër, cilin ne me zotin Nibraj kemi deklaruar kur kemi folur, kur ai thoshte